dikush thot, hoq, apo më na kallzu për shembull vlerën e kësaj pune, apo më na kallzu për shembull vlerën e mbulesë, më mbulu një motër muslimane apo. I thon, Allahu dani, do kush më thjesht kë punë. Po ti a din çka, ti s'mund të arrit kurrë më të madhe në jetën tonë. Arritja më e madhe është Allahu me dash. Pa e sa hub një njeri musliman i cili nuk e përfil unë Allah xhallahu ala. Sa hub një gru muslimane për çdo ditë vallaj që e vonon mbulesën e saj ose e vonon ndonjë unë të Allah xhallahu, çdo ditë hub mundësi që të kandidohet në këtë listë që Allahu sot thot unë e du filonin apo. Asa Allah do të shikruat e ti. Andaj, a nuk du të munguta me shpejtu me herë, mungut me herë. Nëse s'kemi ditë e sot të krymë këtë obligim dhe Allah xhallahu ala. Kush është për mbulesë, mbulohet. Pendohet tek Allah xhallahu. Kush është për namaz, fillon me herë. Kush e ka ndonjë të mirë dikun tjetër, kush e ka ndonjë herë, heqi me herë. Që sonte kur Allah e thret Xhibrilin, emrit me kon aty afër. Nga se Allah e ka lidh këtë fitim të dashurisë, thash me Ghafur, me falje. Andaj rruga që arrin deri tek dashuria Allah xhallahu ala është kur ti thosh Allahut o Zot, se kisha pa ditë, kom gabu, më fal. Kur thosh më fal, bën tauba, kombinimi i emrit Allahut, Ghafur me Vedud, jep me kuptues se kërkim falja i hap shteg dashurisë te Allah xhallahu ala. Përdisa nuk kanë raport mirë me emrin El Ghafur, me kërkim falje, si në raport mirë me këtë është e mbyllur dera, s'është e hapur mirë, shtegu nuk është lirshëm, i qarkullueshëm, apo për depërtu emrit te ky privilegj i madh që Allah më i thon Xhibrilit, s'ka krijesë në qiell, Allah para mëna. S'ka krijesë në qiell që guxon. Madje këtë e bën me dëshirë, me dëshirën e Allah xhallahu ala që nuk e lakon emrin tënd. Po kush jena na Allah mu lakon emrin jon? Pejgamberi sa është ngrit qiell më qiell, s'ka gjetë vend sa një plumb që s'kishte melek i cili nuk i falej Allahut azza xal. Shikoni këtë madhni Allah. Dhe të gjithë këta tash Allahu ala s'ka numër, numerikisht nuk mund numerikisht këto me zbërthyja në asnjë rast. Apo të gjithë këtu e Xhibrili po i thot, o ju banor të qiellit, të gjithë po nguajnë. Të gjithë tash sa janë? Në të parë në dytë të gjithë. Inna Allah yuhibbu fulanan fa uhibbu. Allahu xhalla xjalaluhu pa don filonin tu, krejt e keni bosh me dash. Thot fa yuhibbuhu ahlu sama. Ska krijes në qiell që nuk e don filonin atë. Wallahi me pali pa Allah për çit po veç. Me najt në kry, ka 24 saat i shkon pak atë. Adam e do me çiton në arrit po, rrin kry. 24 rast ska buk, ska ushqim, ska kur ska, wallahi javlen atë. Javlen! E ma që ka kërku Allah për neve shumë me thjeshtë Allah, për të mirën tonë, namazën e ka kërku me falë, me largu për haramit atë.